momente po proteston. Ajo inkurajoi ata që të vijojnë me mobilizimin e tyre në këtë protestë, ku fjala e tyre do të vijojë të shprehet dhe në Bruksel, theksoi ajo. Do vijojmë të luftojmë për të njëjtat vlera ashtu siç luftojnë dhe shqiptarët për demokraci. Kjo tregon tha eurodeputetja që populli shqiptar nuk e pranon mohimin e të drejtës fjalës dhe se qeverisja duhet të dëgjojë qytetarët dhe jo njerëzit e pasur. Nga ana tjetër ajo foli dhe për moratoriumin i cili ndalon ndërtimet në Shqipëri, sugjeron pra që ndalohen ndërtimet në Shqipëri dhe përmendi dhe njëherë demokracinë dhe të njëjtat vlera për të cilën edhe ajo vetë, por dhe shumica e eurodeputetëve atje do të vijojnë që të ngrejnë fjalën, duke thënë se Shqipëria me këtë protestë po tregon që i përket Bashkimit Evropian. Kjo është edhe një përmbledhje e deklaratës së eurodeputetes. Nga ana tjetër, jemi me pamje të drejtë për drejta nga Universiteti Politeknik, aty ku studentët sërish janë mobilizuar për vendosur banderolën që pak minuta më parë u hoq nga rojet e sigurisë, ku krijuan dhe disa momente tensioni. Pritet që shpaloset banderola me thirrjen e studentëve. Ju erdhi fundi, Shqipëria nuk është në shitje, dhe një karikaturë që tregon një flamingo duke tërhequr kryeministrin Edi Rama. Ashtu siç ata kanë artikuluar ditë pas dite, kryeministri duhet të largohet. Kjo ka qenë kërkesa e panegociueshme e qytetarëve në këto 30 ditë. Mirë, do shkojmë tani tek bulevardi Dëshmorët e Kombit për të dëgjuar dhe thirrjet e protestimit.